Miqtë e mi, si çdo mesditë, ju përshëndes drejt për së drejti nga studio emisionit Me Zemër të Hapur në takimin ton të mesditës në televizionin News 24. Edhe ditën e sotme, këtë të premte të 27 nëntorit 2020, do t'jemi së bashku me një rrëfim njerëzor. Do t'jetë një zonjë 75 vjeçare, nëna e 5 fëmijëve, e cila tregon dramën e jetës së saj. Ajo kërkonte që këtë ditë pleqërie t'i kalonte së bashku me të birin i cili vuan nga shëndeti mendor, me qetësinë shpirtërore duke u rrethuar me dashuri. Por, nëna e 5 fëmijëve të paktën rrezikon të mbetet në mes të 4 rrugëve. Nga shtëpia e saj, nga momenti në moment, ajo mund të dëbohet. Kush është historia e 75 vjeçares? Ndiqni materialin. Zoti I fali 5 fëmijë dhe si çdo nën, Xhumaje Dunga priste të merrte prej tyre vetë se gëzim, por fati rezervoi një të nesër me të trisht. Ditët e pleqërisë ajo nuk po I kalon e rrethuar me dashuri, por mes dhunës, sharjes dhe frikës se mund të mbetet në qiell të hapur. Ethet e pronës se kapën bien e saj dhuratën aq fort se harroi se përballë kishte të ëmën tani 75 vjeçe. Ju afrua me pretendimin për ta pleqëruar pas vdekjes së të atit, por vetëm pak vite më vonë përdori makinacione nga më të ndryshmet për t'i marrë shtëpinë. Kjo është historia e trishtë e Xhumajes, e cila do të jetë pjesë e emisionit Me Zemër të Hapur. Jo e lehtë është edhe bara që I ka rënë fëllëndzës, vajzës tjetër të Xhumajes, e cila pas tërmetit jeton në një çadër. Pavarësisht kushteve të vështira, ajo shkon shpesh pra nënës së moshuar dhe vëllait invalid për t'ju shërbyer, por përballet me dhunë verbale dhe fizike nga motra dhe kunati, për të cilat është drejtuar edhe në polici. Çfarë ka ndodhur me këtë familje në Marikaj? Ndiqni emisionin Me Zemër të Hapur. Njëra prej vajzave së bashku me bashortin shkuan për ta pleqëruar nënën, ndërkohë që kjo e fundit sipas 75 vjeçares I ka gllabëruar shtëpinë, banesën, madje edhe ka kontribuar duke ngritur katin e dytë dhe të tretë, dhe tashmë ajo rrezikon të mbetet të rrugëve për shkak të konflikteve të ashpra që ka me vajzën dhe me dhëndrin. Këto dhe shumë detaje të tjera do t'i flasim me nënën 75 vjeçare, por pse jo për dëgjuar edhe zërin e palës tjetër kundërshtare në thonjza, sepse ajo është e bija, është gjaku I kësaj nëne, ka vajtur për ta pleqëruar, por pse ka degraduar sherrri I tyre deri në dhunë fizike, do ta rrëfej vetë nëna 75 vjeçare, e cila ditën e sotme është shoqëruar nga vajza tjetër nga Thellëza. Nëna Xhumaje, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Thellëza, faleminderit, mirë se erdhe. Përshëndetje, ju uroj për emisionin. Faleminderit të ju për besimin që I keni dhënë këtij emisionit. Prezantojmë specialistët dhe më pas do flasim me detaje. Shumë faleminderit. Sepse ditën e sotme është pjesëtar I familjes ai që në thonjza do akuzohet. Ju do të keni një përballje me të. Ne na duhet përballja në fakt me këtë zonjë. Dhe pse ju ndjeni të rrezikuar, pse dhuna fizike dhe psikologjike është e pranishme në shtëpinë tuaj. Vazhdon. Me mua në studio avokati zoti Idajet Beqiri, përshëndetje, mirë se erdhe. Se u gjeta, përshëndetje. Faleminderit avokat sepse ke udhëtuar nga larg për të qenë drejt për së drejti, duke rrezikuar madje. Megjithatë duhet ta ruajmë gjithmonë edhe shpejtësinë e automjetit që ty kemi në këtë studio. Fizikisht e rëndësishme është shëndeti juaj, pastaj transmetimi ynë I drejt për drejt. Faleminderit që je me mua dhe përballë teje Paula Kamberaj. Paula, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, Evis. Në fakt, ditën e sotme ju jeni 3. Por për shkak se gazmenti vuan nga shëndeti mendor, ne nuk mund ta kemi në transmetimin ton të drejt për drejt, edhe për faktin se ne kemi një ballavaqim ditën e sotme në këtë studio dhe ai sa herë dëgjon grindjet tuaja gjithmonë mbulohet ose kërkon të largohet nga ambienti I zhurmës. Gjithsesi, lidhja speciale e gazmentit, sepse është një njeri I jashtëzakonshëm, ne duam të gjithë si staf, por ai ka krijuar një lidhje shumë speciale me psikologen ton Paula Kambera, e cila ka pasur edhe një diskutim të gjatë, jo vetëm sot, por edhe ditë më parë me gazmentin, dhe unë do ta pyes Paulën pas pak për pasojat që sjell tek gazmenti. Kur themi vuan nga shëndeti mendor, të gjithë kujtojnë se është një person agresiv, ndoshta një person I cili nuk mund të mbulojë dot as higjienën e trupit të tij, por ai është kaq I paqët, kaq I pastër, kaq I edukuar, kaq I mirë, sa na e ka rrëmbyer të gjitha zemrat tona, por mua më vjen keq që nuk e kemi dot në këtë transmetim të drejt për drejt. Thellëza, të pash edhe ty edhe nënën që kur unë flas për gazmentin, një njerëz kaq special, syt ju mbushën me lot. Pse?
Gazmenti ka qenë i smun, po të shi i ka ra diabeti dhe paraliza. A mund ta themi specifikisht kush është diagnoza e gazmentit? Smunja rënd ka kalu temperaturë i vogël. Meningjiti. Meningjit. Po. Dhe i ka lënë një prapambetje të lehtë, më duket mua. Mendore. Mendore. Po. Gjithsesi, nëna po e pleqëron gazmentin. Me këta shqetësimet nga 8 vjet, ai këto si ka pas dhe një herë nga motrat edhe nga jati. E kanë majtë shumë afër, nona dhe jati. Çfarë ka desh ai, sa thoj të martes nuk i bëj, dojtë një ambazhor, një kështu. Mi pa i ka shumë zhurmë të shi, më gjë shumë lafe, ai nuk do dashuri. Pra, do dashuri. Dhe ma shpres më shumë nga psikologët, kur i shef, i do shumë. Dhe mu dhe nonën, s'ka, edhe sot s'kemi ko e lejmë. Na kanë qef disa nga 8 vjetë, na im qefin, dhe e kërkojmë, kine kërku njëm ka policia disa herë, s'kam lonë në vend në Tiranë, edhe tuke profesor gëzimi, e kam qu, letrat e gjykatës, të ruën, na kanë imu vazhdimisht. Dhe në komunë, në Vorë. Edhe në bashki, edhe në komunë, në Marikaj, po? Për ditë, nona sa pensionin. Ma parja pat kjo motër, s'duhet. Unë kam qenë para motrës, se kam qenë me izmetën e babë, se ka qenë me azotomi. Po, në Po veç që ti kontrolloj nënës unë lek pensioni, ti kontrolloj lek rakije, ti kontrolloj letrat e shpiz, unë për vetë, unë nuk kem se jem pa shkollë farë. Unë s'kam vu dorë. Mirë, zonja Thëllëza, leta të regojmë që nga fillimi historinë e familjes tua, ju jeni 5 fëmijë, sa motra e vëllezër jeni? Unë jam e para, Dhurata është e dytë, janë Violet, është Gazmenti, është Rudina. Pra, ju jeni të gjitha motra dhe keni vllat vetëm Gazmenti, apo jo? Ju jeni rritur me dashurinë e prindërve, me një varfëri thoni ju, por që prindërit ju kanë falur dashuri, pavarësisht edhe vuajtjeve ekonomike si çdo familje shqiptare, apo jo? Si ka qenë fëmijëria juaj, mund ta themi pak? Fëmijëria jonë ka qenë shumë e mirë me dy prindit. Nuk ka pas shumë vetëm punë. S'kemi pa një herë dashuri nga të dy prindit. S'keni parë? As një herë shenja kështu vetëm, as na gjujnë, as ka qenë fëmijëri shumë e mirë. Pra, keni pasur një fëmijëri të mirë, dashurinë e prindërve tuaj, se thes kemi pasur dashuri. Jo, kemi pasur dashuri nga prindit, ka dy prindit, edhe ne motrat. Keni pasur harmoni me njëra tjetrën. Jo, kemi pasur mirë, neve të shina dukin çudi e morë, pse motra. Burri motra si bot gjithë. Ju thatë që baba juaj përpara se të ndronte jetë ka vuajtur po në 2003. Të 3 motrat, kjo ka qenë Greqi Dhurata, 2 tjerët kanë qenë Itali. Unë me nonën kam qenë vazhdimisht që nën Tereza, zotomin ju e dini, atëherë ka qenë një spital, do të shkoshim një natë po i natë jo, ke spitali, dhe do ktheheshim dhe fshat, natën ditën. Në momentin që baba juaj ndroi jetë, aty filluan pastaj edhe problematikat në familjen tuaj midis motrave. Motrat kanë qenë 2 në Itali, tjetra ka qenë Greqi. Unë kam qenë prapë me nonën. Po. Erdhën motrat edhe me vllajin. Po, dhe hynin në shtëpi. Gjitha bashkë. Çfarë vendosët mbas vdekjes së babait? Se më mbledh gjitha, më mbledh mbrapa. Mbrapa. Ne të shikin nevojë. Gjatë momentit që babai ndroi jetë, ceremonia mortore, motrat mbritën, dikush nga Greqia, dikush nga Italia. Erdhi për varrim, ikun në Greqi. Ju nuk e menduat që kjo nën vetëm me Gazmentin çfarë do bënte? Violeta s'ka mujt të vijë se ka qenë shtatzon 9 ditë mrapa lind. Violeta. Pra Violeta me cilën ju keni konflikte sot, nuk ka ardhur. Jo, Violeta nuk kena konflikt, Dhurata. Dhuratën, po? Dhurata është në Greqi, Rudina, Violeta e në Itali. Po. Për vdekjen e babit, Violeta nuk ka qenë. Se ka qenë 8 ditë mrapa ka lind gocën. Të kuptova, ishte shtatzan, nuk mori pjesë. Po, nuk mori pjesë. Ju nuk folët çfarë do bëje me nënën? Nuk folëm as më teatr, as më babën, nuk kemi folë, nuk kemi vendos as një gjë. Po pse? Po s'vendosëm as një gjë. Unë me menjen të e me që i boshë zmet, unë nuk ashtu që të vejshë ato, se me ligje kam pas atje ke burrit pranën.
Edhe nuk ka qenë shumë, në 2003 s'ka qenë shumë prona që ishte ai. Thosha e kanë nona, baba dhe 2 motra tjera janë më të vogla. Dhurata dhe u s'kemi mbas ligjit, 5.000. Po pra, ju 2 motrat më të ndaje, si pas ligjit nuk keni pasur asnjë lloj prone. Të tregoj për dhuratën. Fëllëza, jo, prit pak, ta udhëheqëm këtë emision duke të bërë pyetjet e dura, se nuk do ndalojmë tek çështja e pronave. As tek toka, se çfarë i takon me ligj njërës vajzë dhe çfarë i takon me ligj vajzës tjetër. Mua më dhëm që nëna jote, sipas jush, dhunohet nga ana e të bijës, e cila është edhe e martuar, ka kontribuar në atë banesë, ka ngritur katin e 2, katin e 3, vajti për ta pleqëruar dhe nuk e pleqëroi. Mua më intereson më shumë marrëdhënia njerëzore, marrëdhënia brenda pjesëtarëve të familjes, marrëdhënia e gjakut, sepse këtu lindin edhe konfliktet e tjera për çështje pronash, apo edhe më gjërë, apo edhe më ngushtë. Të kthej këtë përgjigje e visë, më thej që jemi mbledh gjithë motrat, dhe për ne po ndalem nga kjo. Që nga gjithë motrat nuk i nesh. Baba që ka qenë në spital me azotomi, ta thot nona, po mujti këte 2 lafe. Jo, ti thush që të ka thonë në spital, se ja ka thonë nonës. Jo, ja ka thonë nonës në spital. Dua ta bëj në formë bashkëbisedimi, pse bëj ju këtë pyetje? Nuk du të më fuq asnjë dhëndër në shtëpi, ja kalon amanet, së të qesin në plasmas. Pra, babai juaj ka lënë një amanet, asnjë dhëndër në shtëpi. Në shtëpi nuk e dua, pse? Se do jetosh me çunin dhe vetë, së të qesin në plasmas. Kush do kujdese për një nën 75 vjeçare dhe për gazmentin? Të qesin në plasmas. Do më thënë, nëna duhet jetonte në plasmas? Ai ka pas njaft. I njinte të gjithë dhëndrat. Që ai mos fut njëri shtëpi. Ai që e kalon këtë amanet. I njinte dhëndurët, edhe të gjithë dhëndurët, të 4 dhëndurët, duke përfshirë dhe bashortin tënd. Bashortin dhe Violeta dhe familjet mrekullueshme ka bëu të pamunën për gaz. Violeta. Babai nuk specifikoi ndjeri përpara se të vdiste se kë nga dhëndurët, asnjërin prej dhëndurëve. Jo, s'ka dash. Ti ndjesh keq kur e dëgjon këtë amanet babait, sepse ka përfshirë edhe bashortin tënd. Shumë. Shumë ndjem keq. Sa edhe para se vdiste më tha hajde të shofshi qiku fit, unë me veten time nuk i kam shku se thash unë e kam me ligj atje. Shkoni ke prona, mua nuk më intereson edhe njerë çështja e pronave sot. Pse nuk e intereson? Sepse ju nuk e paseni komunikim me njëri tjetrin brenda familjes dhe unë jo më kot ju pyeta, a u mblodhët bashkarish, babai vdiq, nëna 75 vjeçe, vllai i smur, kush do kujdeset? Kur njëra ishte në Greqi dhe 2 të tjera ishin në Itali. Ju nuk u mblodhët fare? U mblodhëm, shkum dham i firmë, na mur kjo dhurata dhe erdhë tu, për nuk bo më bet, nuk bo Por çfarë firmosët juve? Mund ta dim? Firmosën për... Sepse vihet për vdekjen e babait dhe firmoset për çfarë? Jo, s'ka mrapa. Erdhë nga Greqia me gjithë familjen e vetë. Po mirë, më mbrapa, babai vdiq. Pse duhet firmosnit? Për çfarë duhet firmosnit ju? Në mashtroj për pranë. Përsëri për pranë. Për pranë. Për këta prindër dhe për gazmentin, ti e kujdesur thellës gjithë jetën tënde? Kisha afër gjithmonë. Po si e menaxhon kohën, sepse ti duhet jesh nëna, bashkëshortja, gruaja. Bashkëshortja, fëmijët e mi janë rreth. Se duket sikur je thellës me 2 palë shtëpi, edhe tënde, edhe të nënës. Me 2 palë shtëpi jam, po... Jo, menaxhimin e familjes, me 2 familje dua të them, jo shtëpia si objekt, po si institucion. Unë kam mi kurajet modhe, sepse motra të shim vend se më komuniku me zgjidh të halë, më bë ofendimet më të rënda. Pse unë duhet ta lej vllajin, mirë nona, të shi që as nonë se lej sa është e vjetër, për vllajin, që i kam gjëmu qerk, që jem qifte, ose të thuj makinët e hujen nga nevrët, se e kapnin nga këta, edhe vllaj hikte, nona dyqan. Si mos ta lejsh u familjen teme? Se fëmijët e mi janë të rëtë, shkojnë punë, vind të punojnë për vetën e vetë. Unë, pa i nëzirë, ta jam më këtë studje sëtë. Fëllëza. Vllajnë temë, më më gjovë, s'ka të drejtë, as burë, as një, që më pëtë për familjen temë. Jo, ato që të më kërkojnë llogari. Se i kam sjaru, për shamu, unë të shi kam kujdestari. Familjen tënde ti e ke për krah, burë dhe fëmijë. Që vllajim kur është mu me diabet, më ka animu që unë më ka pru deri kë Nën Terezën në urgjencë, ato falenderoj doktor Florin, nuk më kalon asë 1 minutë më urgjencë. I diabetit. Motra më ka shajtë sa po kam dalë për shtëpi, kam qenë dhe më të fiume në çunit.
Më ka animu, edhe firmë e qonë që kemi pru diabeti i fsheft, më ka morë doktorojshë fshatit atje në telefon, nënë i ka thonë kusht një më fulanzë, më ka morë shpet urgjent para orës 12 do tjerë, sa është diabeti shumë i naltë. Dua të pyes sepse të shikoj që durët e tua tregojnë qartë punën që ti bën. Puna në fshat është një punë shumë e vështirë. Të kujdesesh për punët e fshatit, kujdesesh për familjen tënde, të shkosh të ndihmosh nënën dhe vllajën, këtë duhet ta bëjnë vetëm vajza dhe gra heroina. Mendoj unë. Forca. Po me forcën e Zotit, padyshim. Forcën na jep Zoti. Forca. Më kuptove se... Ke familjen e mrekullueshme që të lënë të kujdesesh për nënën. Djalin edhe shumë nuk mundëm, po kur ka pas pushim, më në gjithë në këtë spitali. Më sa më ka ra paraliza prapë dhe më kanë arë më kanë kërcnu motra dhe quni gjajt të varë për lape. Spitali në Tereza kanë mëllë portë ndirë poshtë që nuk ka rrit me psikologët që ta paraqesin atë ke vllai. Se i thojtë veta i ato që më kapin kështu për fjokë. I thojtë vllai, ki përsysh në Tereza. Po gazmenti është kaq i mirë, thash edhe një herë, unë pa i ditur këto detaje se si mund të jetë keq trajtuar gazmenti. Gazmentin është gjuna ta keq trajtosh, sepse ai është njëri që fal vetëm dashuri, vetëm dashuri. Të paktën për sa kohë e kemi njohur ne, prej disa kohësh gazmentin, ai kur vjen na sjell një tjetër atmosferë, na largon edhe stresin e problemeve dhe të punëve tona të përditshme. Nëna, dua të flas pak me ty. Vdekja e bashortit ishte një moment shumë i vështirë për ty. Shumë i vështirë. Sa vite martuar kishit bashk? Sa vite martuar kishit? Sa këtë të rëj, s'ka stresi. Sa vite? Nuk e mban mund, shumë vite besoj. Shumë vite, 19 vjetë që më të shtjenë. A mund të ma thuash pëse ta dha amanetin që asë nga dhëndurët? 79 vjetë që jem të shtjenë, 19 vjetë që jem mërtu. Që jem mërtu më bashkëshortin. 60 vjetë bashkë. S'kom pas një herë zhurë më pare kësë, marojtë për me fëmijët, se dy më kanë vdekë më të dritë, ata që kanë vdekë, si s'muni e këti. Më me rinë gjithë, 8 mujë që 8 mujë. Në këti e shtu era, vajzët më rëshin, në djemë djana, ishte kohë atëherë. Të shtravën qera distrofike, kur e more i vite gjysë këshu, pesh, me bashkëshortit bashkë, të një mu për fëmi, nuk o mërziste një herë kur, bashkëshortit që si në odhin të fëmi këshu, që dhesina, se kane, që pina, folina, shu. S'kishim zhurën fare. Vetëm më paluze, ka hez 6 vjeqë. Në s'folë të fare, në kopës të përënëshjën, në qerdhëshjën, në qerdhë pastruse, do të mërshë para mrapa. Të kuptoj. Mërshë në ushqimi. Një jetë shumë e vështirë, por që ju si prindër i keni falë dashuri ju vetëm gazmendit, por edhe vajzave tuaja, sepse i tregoj thellëza pak më përpara. Le të ndalojmë pak nëna tek amaneti që të dhaj ndjeri, që do rish në qese, në plasmas, me gazmendin vetëm dhëndurët mos i merë brënda, pse? Ishe ma ishme këshumë, s'kishe në pëgoj për një me aqë shpet, ka thmit e mi. E i përshkovët se erdhë kjo dhurata, sa mora dhe e tja fare, asë nuk më lemëroj që do vena në fare. Dhurata erdi pa të para lemruar? Pa lemru, fare. Si të tha, qëfar të tha, që unë edhe bashorti, familja ime do kujdesemi për ty dhe për gazmentin? Po fare, në mora bashkovët thmit që shtu, a e hi ku lartë, s'perenoj fare. Ka bashkovu ka Rudinë mas 8 vjetësh. Ka desh dhe firme Pa ju përthuaj se ka ardhur me forcë, jo për ta priqëruar nënën? Po ashtu e dishim në si motra, që mund ta majtë e mirë nënën. Pra, Fëllëza, mund të ma thuash edhe një herë si erdi Rudina të kjo, dhurata të kjo? Dhurata erdhë nga Greqia, tha që do t'a lejt dhe vetë kujdesën për nënën. Ju telefonoj? Jo. Erdi me një herë? Me nënë se ka pëtë fare. Ma shumë edhe asë me mu, jo. Ju si e pritët? Burë e saj me burën temë kanë në shumë i fjallë në telefon. Sa e 2 minutë folët në telefon nga Greqia, se nuk hargjoj të lekë. Sa vite kishte e martuar? Që ishe larguar po? Në 88-ën. Në 88-ën, ku ka jetuar për pare se ti këte në Greqi? Në Krab? Apo jo? Aty kishte shtëpitë e saj atë bashortit? Po, pallat. Po pse nuk u kthye tek shtëpia e bashortit, por duhet kthehej në shtëpinë e nënës? E kishte një qëllim? Po pse s'u kthesë? E kishte. Shumë keq. Një mëshë nëna me thesolline, me qumësht, me gjizë, burri, nuk kujdesoj dhe ma shumë se mu. Se nuk kishe fëmin. Aja ka ardhë mas i vdiq babë, ka ardhë, ka një mu 2 javë. Po dhe ta 2 javë, shkoj kullit,
Pastroj, bashkë me mu. Më tha mu, nona ti nuk i jip të bukë dhe unë po hiki, e la nonë. Dhe unë të shi, i la gocën, i thoshe mere supën i pja nonës, isha tu jam i qerekore largë, i thoshe goca sa, i pja nonës supën, se e kam lonë gati dhe vlajt. Zdi unë të zë, kom të pullës nuk i di unë. Ishte e madhe. Ishte e madhe që erdhën për i Greqia, për t'i një mu gjyshës, që i bojte. Sot, gjyshjen kom, gotë në ujtit bukën, Më shtimë, se hajtë. edhe ajo freskida shumë keqë, edhe dhurata shumë keqë. Je rau nëna, po pse je rau ti? Më ka ra fëmijë me 3 herë, 3 gjyqe këmë do si. O shpia ime, thot, keni firmas ju dilni për jashtë. Bashorti qeshte, hajtë sa i ciste, kem rritë. Po mirë, dakord, ju keni firmosur, shtëpia mund t'jetë e saj, ajo ka kontribuar, ka bërë katin e 2, katin e 3. Të gjitha këto i kuptojmë dhe jemi në favor të dhuratës. Por pse duhet të dhunon të ty? O majtë të O vjetë shpia ime, thot, dil hignim në azil. Po ku të shkojnë? Në azil. Ti shpitene. më thot, mu shkot jem pëllë. 8 vjetë në majtë shpiteme. Se në gjyqë e shtu rejtë, në zdi me rejtë, vetëm me rejtë. Pra, ju duhet lini shtëpin, edhe pse është shtëpia juaj, bashkë me gazmentin dhe të shkoni në azil. Po pse duhet ikni, pse duhet largoni? Nuk mund t'i ngrysni aty ditët e fundit? Bashkia nga ka shu këta, që ju keni hudhi firmë, nga kanë thonë të shjo është të morë legalizim, ka pagujti 1.300.000 bankë për të morë nënë për të qitë për jashtë të fare. Për najtë do të shkoni pa tjetër kënoteri. Robert Kolla, këtu në masë nonës e majtë e me, në kanë quar gjendë. Sa i s'po në le venë më kartën tate. I kanë thonë atë certifikatën familjari, i kanë thonë a bje nonën to, jo, ja morë veshtu me nonë, buri motrës, pa tjetër të uzit me të komunës. Ne pa pas nonën tu, ne nuk t'japim certifikatën. Po mirë, dhurata, nuk mund të presi deri në përfundimin e ciklit të jetës së nënës, se mund këto nuk ka ta kuptoj. Nuk i pret puna dhuratës fare, ajo ta marri, ta gëzoj, ka katin e 2, ka katin e 3, lëre nënën dhe gazmentin t'jetojnë këto ditë qeta. Nuk i le. Po pse? Asa jo vetë, ja burri motrës ato me dhunë, i fikë të televizor në gjitha gjo. Më ka të parë prapë të ditë, të ka shtëjt, ka morë dhuratën nalë, të ka shtëjt, të ka humë nga shkallët. Ka arë policia ato, në më thojtë e mund t'i e mashtru, se burri motrës, të unë pa të fotë në burg nuk t'lejt. Aji, ti më thojtë e mu rrugace, thash unë këtu qesh gjithë natën, hika, ore nëmë, thash vlaj papi i lachet, pse? A i kap të fjokë, shu se shif të zhurmët. Në policia thotë, o shërë, i s'kinë që i bëjmë. Si s'ka që i bëjmë, mi fjallë, si s'ka që i bëjmë. Dhvim në më gjyka 8 orë në mbrojtë në në përshpinë vetë, pse duhet dhvi, mi fjallë mrapa, legju, i kam thonë, prezencë të... Dhuna është e pafalshme, sidomos dhuna ndaj një moshe të tillë. Ajo çdo ditë do në ndërtime. Kanë qenë atat komunë, zhjetë hapim i portë që të pëshot shërë. Unë thash nuk jap firmë për portë. Portë nuk jap firmë, pëse t'jap firmë më për atë. Mirë, do flasim për çështjen e firmave, por duhet të ballafaqohemi në fakt edhe me dhuratën, të kuptojmë sepse një zonjë 75 vjeçare, nëna e gazmentit i cili vuan nga shëndeti mendor, duhet të dhunohet dhe duhet pajisur me urdhër mbrojtje. Vetë 75 vjeçare deklaron që është dhunuar 2 herë fizikisht nga e bia. Këto dhe shumë detaje të tjera menjëherë mbas hapësirës publicitare. Miqtë e mi jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt, kemi hedhur shumë pak dritë mbi këtë ngjarje, mbi problemet brenda kësaj familje, një 75 vjeçare e cila deklaron që është dhunuar nga ana e së bijës. Gjatë hapësirës publicitare dhe gjatë lajmit të fundit të ofruar nga Departamenti i Informacionit, kolega ime Doriana Bezat ka telefonuar zonjën Dhurata, e cila fillimisht ka pohuar që është ajo dhe më pas, teksa i kemi treguar që jemi emisioni me zemër të hapur, mohoi në mënyrë kategorike që është dhurata dhe që si pasaj nuk është fare etike që ne ta telefonojmë për ta përballur. Tashmë në emisionin me zemër të hapur është bërë tradit që palët të cilat mund të akuzohen nga pala që është e ftuar në studio merren telefonikisht sepse e vërteta nuk është kjo absolute që dëgjojmë në studion e emisionit ton, por e vërteta absolute del gjithmonë nga ballafaqimi i palëve. Prandaj askush nuk e ka akuzuar zonjën Dhurata, të paktën ne dhe duam
të mësojmë të vërtetën si pasaj. A është e vërtet që dhurata ka dhunuar nënën 75 vjeçare dhe ka keq trajtuar vllajin i cili është me aftësi ndryshe? Kjo është pyetja që ne drejtojmë për dhuratën sot, por edhe për familjarët e saj. Prandaj dhe një herë regjia bëjmë gati telefonatën me zonjën Dhurata. Është e drejta e saj në qoftë se ajo nuk do të përgjigjet. Por ndërkohë, kështu procedohet në gjithë këto vite transmetimit të drejt për drejt, duhet jemi transparent me të gjitha palët, me të gjitha emrat që përmenden në këtë studio, prandaj dhe i telefonojmë. Por është e drejtë e tyre të pranojnë ose jo. Atëre, edhe një regjia, bëjmë gati këtë telefonat. Bie Zilja, duke shpresuar që zonja Dhurata do të përgjigjet. Alo. Përshëndetje, zonja Dhurata. Po nuk jam Dhurata, më morët pak më përpara. Po, dhe ju jeni e Bia? Po jo, më i zoj, nuk jam as Dhurata, as e Bia, as kam lidhje me zonën. E kemi komplet numrin nga bim. Okej, të kërkojmë ndjes duke verifikuar tashmë numrat edhe me familjarët e zonjës Dhurata. Mund të vi në studio edhe kolegja ime Doriana Bezad për të ballafaqur të gjitha numrat e kontaktit, sepse fillimisht ky numër telefoni është përgjigjur duke thënë unë jam Dhurata. Atëherë, e njihni nga zëri kush është? Ja, nuk është. Nuk është Dhurata. As e Bia? Ja. Nuk është. Okej. Atëherë i kërkojmë ndjes edhe një herë publikisht numrit të cilit ne i kemi rënë. Verifikojmë, po. E verifikojmë, hajde Dori, verifikojmë avokat numrat e telefonit, sepse mund të kalojë nga dora në dorë dhe mund të qarkullojë, sepse për Doriana hyj lirshëm në studio. Tashmë njerëzit dhe teleshikuesit të njohin. Nuk e kam. E që kanë shumë vite pa kontaktuar, mund të ketë ndruar numrin. Këtë numër kam pasur në dispozitë. Okej. Mirë, lidhemi me numrat e tjerë, Doriana. Atëherë mund kemi shqetësuar edhe një zonjë, por dim që fillimisht, sipas Dorianës, në këtë numër telefoni ka thënë po unë jam Dhurata. Dhe më pas ka dalë pikërisht kjo zonja tjetër e cila mohon në mënyrë kategorike, por që ne i kërkojmë edhe falje publike këdo qytetare që kemi shqetësuar drejt për së drejti. Pra, ky zë nuk e thoshte asgjë. Ja. Okej, mirë. Ndalojmë pak edhe te konflikti që ju keni me Dhuratën. Ju thoni që me Dhuratën, Dhurata ka dhunuar nënën, ka keq trajtuar vllajin dhe me 22 tetor nëna është pajisur së bashku me gazmentin me urdhër mbrojtje. Sa larg duhet i qëndrojnë thellëza nënës edhe gazmentit Dhurata bashkë me familjen e saj? Nuk e ka të shkruajtur, nuk ka mundësi. Jo, sa është të shkruajtur. Nuk është e shkruar që duhet mbaj një lloj distance? Nuk është e shkruar. Ndërkohë, mbas marrjes së urdhrit të mbrojtjes, a është ngacmuar përsëri nëna, është provokuar, është dhunuar, është sharë, është ofenduar? Mas urdhrit të mbrojtjes, po i mund ta tregosh vetë. Po, nëna. Për derën që i ka dalë poshtë. Mbas urdhrit të mbrojtjes, Dhurata të ka shqetësuar më? Po si? Të ka shqetësuar prapë? E në me 3 gjykatë të tjera, s'majt e fare përgjegjësi kështu. Këto ditë, them, të ka shqetësuar? Po, ka shqetësuar. Çfarë të thotë? Të lutem, thellëza, se ma bën të pamundur. Çfarë të thotë? Po, i thashë kështu që ka pasi 600.000 e lypa, se halli fëmis në për spitale. I ka mëzdon, ne ka pas lypa e Aslan e Limadhi më, e dhadri. E bi hasha që nuk s'të komor gjë. Që do t'i lekt? Këto parati ja ke dhënë borç për çfarë nëna? Do më falë Mi lypi 10. Në e bisova. Pa në tërë pa heq. O i të kujtoj, ke pas mbas urdhrit mbrojtje ndërtime në orën 6 darkës. Ke morë plot fuqishmin, nga ato më ke morë dhe mu. E ka morë plot fuqishmin, më tha që do ve. Natë në parë, natë në dytë, ditë në tretë ke qenë në policinë vorë. Ke qenë dhe në komunë. Dhe i ke thonë nuk me invalid. Ndërtimet që janë bo masë të zbrojtit nalë dhe zhurë më vlajt nuk dorojt. Nuk do të trejtë shpi fare, se i thonë e tripan. U bëshin shumë ndërtimet, lëvizë shpia fare. Lujtë i gjithë shpia, masë urë të mbrojtjes. Dhe i ka hapë derë në shpijës poshtë, se nuk mund kujtohet në anën për momentin. Te masë urë të mbrojtjes, i rritë në borë para shpia prapë.
është kështu i? Po pra, do lekti? Jo, derë një ka hapë masur të mbrojt katit të parë, se ka gjithë kopjët burri motrës katit të parë. Erë policia që më shtiu brenda, thë shumë Ka për morë jashtë stanë policie që ka vu bravë në derës në Falluza, sipas jush pse kanë lindur këto konflikte? Atëherë, kam një tjetër motor tuaja në lidhje të drejt për drejt telefonike, ajo është Violeta, ta dëgjojmë edhe atë se çfarë ka për thënë për konfliktin që ju keni brenda familjes. Zonja Violeta, përshëndetje. Përshëndetje, e nderuar Zlit. Ju uroj për emisionin. Faleminderit Violet, do të flasim pak për konfliktin që nëna juaj dhe Gazmenti, vllai juaj kanë me motrën tjetër me dhuratën. Çfarë problemesh kanë ato brenda familjes? Pse duhet të dhunohet dhe të keq trajtohet Gazmenti dhe nëna? Problemi është prona. Po mirë më, e kuptojmë që problemi është prona. Problemet e pronave zgjidhen në gjykat. Ju mund të shkoni të gjitha në gjykat dhe ta zgjidhni. Por pse duhet të arrijë dhuna ndaj nënës? Nëna është 75 vjeçe. Se nuk arrijmë të kuptojmë dhe ne, pse? Violeta, mund të më thoni si arriti dhurata brenda shtëpisë së nënës, duke qenë se kishte një shtëpi në saj në Krap, ishte martuar në 88 me bashortin e saj, kishte një banesë, pse erdhi për të jetuar tek nëna për t'u hapur kaq shumë probleme? Po, unë kam qenë në Itali, kur dhurata ka ardhur në Shqipëri. Po? Në kohën që ka ardhur dhe nuk e di asun se si ka ardhur tek nëna. Po si çdo nënë që do t'i hapte fëmijës dyert e shtëpisë, ja hapi. Po. Pastaj çfarë ndodhi më pas? Pastaj ne kemi qenë larg, Po? edhe gjë nuk e di se si kanë arritur der. Nuk arrim të kuptojmë dhe ne. Pse? Dhurata ka arritur deri në këto... Violeta, ti me dhuratën sa ko keni që nuk flisni, sepse ti nuk e jetuar, afër si çka jetuar të Lëza. Mund të më thuash pak? Ti vetë? Unë kam shumë kohë që nuk flas me dhuratën, nuk flet ajo, jo unë. Kush është arsyeja? Arsyeja thotë, këtu është e imja, ju nuk keni punë këtu, nëna është pronë e saj. Po ju keni firmosur diku, Violeta, që prona është e saj? Ju keni firmosur, e keni dhënë miratimin? Unë, zonja Elvis, më falë se... Po. Kur kam firmosur, kam qenë jo në zyrë, kam qenë në bar. Në një lokal, në një bar, po? Po, në një lokal. Po, çfarë bërë aty? Kam pasur jo noter, kam pasur, më thanë motra që duhet një firmë, se ne kemi pronën dhe shtëpinë, Po? e duhet firmon që ta kemi. Po jo që shtëpia do shite, do bëj shitblerje. Violeta, ti dhe Rudina bashkë me Gazmentin dhe me nënën keni të drejtë prona. Violeta, ti, Rudina, nëna dhe Gazmenti keni të drejtë mbi pronën. Ndërsa dhurata dhe thëllëza nuk kanë të drejtë të paktën sipas asaj që parashikon ligji. Atëherë ju përse firmosot? Kemi një avokat. Jo për shitblerjet, kemi pronë, kemi shtëpi, po jo që t'i kaloj prona dhuratës apo burrit dhuratës. Po më falë, qëfar firmosët, pra ma thoni, qëfar firmosët? Nuk kam pasë në unë edhe sot me më thonë që kush është noteri, unë nuk e di. Sepse nuk ka qenë prezent, kam qenë barë. Ke qenë në lokal, ke qenë në barë, ti? Sot e kësaj dite, pse unë kam hef firmë aty, kur aty s'ka qenë asë noteri. Violeta, këtë duhet ja kërkosh vetës tënde, po kush ka qenë? Ka qenë dhurata dhe kush? Dhe ky avokati që më tha dhurata. Më falë, ky avokati e ka një emër. Ti pse duhet të firmosësh në pranit të avokatit? Firma jepet në pranit noterit dhe në zyrën e noterit. Letra ka qenë e barë komplet, nuk ka pas të shkruajtë, edhe ti nuk e beson sot, edhe unë nuk e besoj, ka qenë e barë komplet letra, unë ka mund një firmë, vetëm për ke parasysh që zihet nesër pas nesër të jemi sigurt për pronën dhe shtëpinë. Ti jeni sigurt për pronën dhe shtëpinë ndaj kujt? Po ndaj kujt? Nuk e di, nuk e di, pra ne jetonim në Itali, ke parasysh kam ra. Nuk e di asun se si mund t'hidhet një firmë në një bar. Edhe unë s'kam asnjë dokument që për firmën që kam hedhë. Nuk kam asnjë dokument.
Violeta, është gabim shumë i rëndë që keni firmosur në një letër të bardhë, aq më tepër që ti dhe Rudina, nëna dhe Gazmenti duhet të siguronit pronën dhe jo dikush që nuk është i përfshirë sipas ligjit në pronën tuaj, që është dhurata. Gabim i juaj. Mund të më thuash ti ke firmosur, por Rudina ka firmosur? Jo. Po atëherë? Rudina jo. Po atëherë, Rudina që s'ka firmosur, pse nuk e kërkon pjesën e saj takuese sot? Që të rri nëna i qetë me Gazmentin, sa ajo dhunohet çdo ditë nga ana dhuratës sipas nënës tuaj, se unë nuk e di. Po dhunohet nëna, dhunohem unë. Po ti pse dhunohesh? Në gusht të 2000, nuk na le më shku ke nëna. Në gusht të 2019, po kam qenë në polici. Jam rrahur nga motra. Edhe nuk më kanë bërë asë denoncim, asgjë. Në gusht të 2019. Nuk në le, unë kërkoj që të hyjë nëna e qetë, shkoj e qetë, e dalë e qetë. Jo të shkoj si njeri, e dalë si kapsh në nëna. Nuk në le, zhurmë, që të them. Gjë që nuk e kemi pritur. Edhe nuk e dim se nga ka ardhur, që qëllimi ka dhurata. A mund të më thuash pak, Violeta, pse ka ndryshuar dhurata, sipas jush? Duke mos ju lejuar që vini nga Italia për takuar nënën. Kjo është e dhimbshmja, e gjithsa historie që një 75 vjeçare dhunohet, që nuk mund takoj do të fëmijët e saj, në shtëpinë e saj, pse duhet dhunohet? Nuk e di as punë. Po pse ka ndryshuar dhurata? Se ti e ke motor, ti e nje, pse ka ndryshuar dhurata? Mendova se një, pero nuk arrit kuptoj dhe unë. Si mund sillet një vajzë me nënën? Se po s'patë respekt për nënën, nuk i as për burrin, as për fëmijën, as për... Nuk e di, nuk arrit ta kuptoj dhe unë. Për mu, vjen nëna, burri, nuk e di. Unë po s'patë respekt, po trajtova nënën në shumë, nuk kam as familje. Nuk arrit ta kuptoj dhe unë pse. Mirë, unë dua të kaloj se nuk kam dhuratën për të mësuar dhe të vërtetën e dhuratës, po dëgjojmë vetëm një anë të historisë. Duam të besojmë historinë tuaj sepse ju jeni të gjitha motrat në kraun e nënës tuaj dhe në kraun e Gazmetin, ndërkohë që dhurata me familjen e saj është dhunuesi, ja thoni ju dhe unë nuk e di këtë gjë. Derisa të bijem në gjurmët e dhuratës, unë i bëj thirrje. Në qoftë se dhurata po më ndjek, le të ballafaqohet me nënën, me ty Violet, por edhe me motrën tjetër me thellëzën. Atëherë, të shkëpus fare pak nga lidhja telefonike nga studio, mos e mbyll telefonin, krahasoni numrat që ka mundur redaksia e emisionit Me Zemër të Hapur të gjej numrin e dhuratës, se kishim pak më përpara një zonjë të cilën i kërkuam edhe falje sepse ajo pretendon se nuk është dhurata. Ndërkohë në qoftë se keni një numër, ja jepni gazetarës Doriana Bezat, bëj thirrje edhe një herë dhuratës, në qoftë se më ndjek drejt për së drejti, teksa komenton avokati, ky është numri i telefonit që e bën të mundur dhuratën të na telefonojë dhe të bëhet pjesë e këtij ballafaqimi. Ndërkohë, mbasi Violeta të ketë mbaruar punë me redaksin dhe me stafin, të hyj përsëri në lidhje telefonike, sepse besoj avokati Idajet Beqiri ka pyetje për t'i drejtuar kësaj familjeje. Pra, e gjithë mund jetë pak e rëmujshme avokat, sepse kuptohet tensioni, emocionet, gjendja e tyre emocionale, psikologjike, sepse të keq trajtohesh nga ana e një familje që më sa duket që nga e pushtetshme, dhurata, sipas këtyre, pa e paragjykuar zonjën fare, të dhunosh një 75 vjeçare, të dhunosh edhe Gazmentin, nuk e di a ke pasur mundësi ta njohësh Gazmentin, sa njeri mrekullueshëm është. Jo, s'kam folur për pashatyt e koridorit. Vetëm një pyetje kishja, përveç shtëpisë, kishit gjë tjetër toke, këto peme, keni atje në tuaj? Sa keni? Kemi qenë shumë, ke një ullish të ditë, dhe ato ajo nga ka fëndu më të modhe, ka morë për fuqishme. Sa keni? Qyshe keni marrë? Keni marrë me ligji 7501, keni qenë kooperativa, apo ferme? Ka qenë ferme Marikës dhe e ka morë babën. Po se ka marrë vetëm babi, se keni qenë dhe ju fëmijët, antar kooperative. Me këta tre me Gazmentin dhe 2 motrat e Italisë. Do më thënë, 2 motrat e Italisë kanë pjesë tek toka, se ka qenë aty në familje. Edhe Gazmendi. Edhe Gazmendi, edhe nëna edhe babaj i ndjeri që nuk është. Po, problemi e visë është që, si që e shikojmë, kemi të bëjmë me një familje, e cila nuk e kupton rëndësin e vetë familje, se që është familja dhe dyta,
kashkar, do më thënë, kashkar aq keq nga ajo rruga e normalitetit, e dhimbësurisë, e trajtimit se si bëhen pjesëtarët e familjes, si konsiderohen, e kush është njeri, e kush është tjetri, dhe ka kaluar, do më thënë, e gjithë kjo ana shpirtërore, ana njerëzore, ana në kuptimin e vërtet fjalës sociale, do më thënë, e gjitha kjo është zbehur të pjesëtarët saktuar të familjes, për të mos thënë e shuar, edhe ka marrë drejtimin e mbrapsht, ka marrë drejtimin e shfrytëzimit të njerit apo tjetrit për të glabruar diçka, për të marrë, domethënë, për të marrë prona. Edhe këtu degenerimi më i madh i gjithë këtij konflikti familjar ka ardhur si rrjedhoje e kësaj, domethënë, si rrjedhoje xhvatjes së pronës, kush do marri pronën që të gëzoj pronën. Dhe kjo ka bërë pastaj që vetë vajza... Pikërisht. Do më thënë, vajza arrim, si do që të flasja ajo vajzë, fakti që marrëdhëniet me nënën e veti ka të tilla, dhe janë agravuar deri në shkallën sa nëna kërkon urdhër mbrojtje, nëna lajmëron policinë vazhdimisht që të shmangë dhunën e vajzës vetë e tjera, pra nuk i japin asaj absolutisht drejt në këtë drejtim, si do që të flasi dhe çfarë do lloj gjeje që mund të thotë. Çdo gjë është e pa justifikueshme, sepse në radhë parë një herë, nëse ngatëron në këtë mes dikush tjetër, sikur është dhëndri dhe ai babai i këtyre vajzave edhe i gazmendit, pas ka qenë me të vërtet shumë i mençur edhe psikolog, i ka psikologjisur ai, edhe jo pa qëllime pas ka lënë si amanet që dhën durët mos i ngatroni, domethënë të futen tek ju në shtëpinë tonë, në hallet tona e tjera le të rrinë larg. Mirë po, ka dhënë durë, sikurse ka dhe nuse, të cilat nuk din ta mbajnë pozicionin e vet, jo në aspektin që s'kan të drejtë e s'kan liri ato në familjen ku vinë. Po problemi është që ti ke i familjen tënde, edhe ti më shumë, domethënë, atje ushtroj të drejtat e lirit e tjera ato që ke, kurse këtu leri të merren vesh vetë këta, domethënë vajzat me djalin, me nenën, me baban e tjerë, dhe ti nusja, apo ti dhëndri mos ndërhyni shumë në këtë pjesë. Kurse këtu faktikisht, se këto janë motra, kuptohet ajo motra jemi, domethënë shoqes jemi, ose edhe nuk i ngjajnë, ka në mes të asaj të numrit del dhe ndonjë, domethënë jashtë normalitetit, domethënë a pesë që janë këta. Por nuk duhet të dali deri në shkallën sa atë që ty të ka mbajtur në shpirtin e vetë 9 muaj, atë që ty të ka mbajtur me net tëra, pa gjumë, me lot në sy e tjera, kur shikon që smuresh e bëhesh e tjera, me larje, me ushqime, me gjitha, dhe të ka mbajtur, domethënë, si gjenë më të shtrenjtë dhe më të çmuar të shpirtit vetë, dhe që të rritje, të bëri, të edukoj e tjera, të martoj, u bëre tip me familje vetë, dhe një ditë, në vend që kësaj t'ja shpërblesh me një mirënjohje t'jashtë zakonshme, edhe me një dhimbësuri, edhe për ta mbajtur në plemë të dorës në kuptimin e vërtet fjalës, për të thënë që inshallah i shtojnë ditët që unë sa më gjatë ja çoja atë mirënjohjen time, atë vlerësimin për veprën e jashtëzakonshme që ka bërë ajo për mua si fëmijë, në këtë moment, domethënë, të shndrohesh në anti-njeri, edhe që të shpërfytyroj shtëpia, e të shpërfytyroj pemtaria, e të shpërfytyroj toka deri në agresivitet sa të vesh dorë mbi nenën tënde. Këto nuk janë njerëz në radhë parë. Edhe këta, domethënë, duhet edhe na pikpamja kështu janë njerëz që janë të dhunshëm, edhe këta të dhunshmit duan jo thjesht ndëshkim, po këta duan dhe trajtim, edhe psikologjik e tjera duan trajtim, sepse kanë, sikur u vjen, domethënë, në anathellësia e shpirtit ajo që arrin deri në këto veprime që janë me të vërtet janë jashtëzakonisht të rënda. Jo, Evis, nuk është problemi për të bërë as moral as gjë. Nena, domethënë, nenën e ka të shenjtë edhe domethënë, Zoti. Zoti nenën e ka të shenjtë, dhe fëmijë si thot, pas meje thot është nena. Zoti vetë e thot një gjë të tillë. Dhe nuk ka më të rëndë se mallkimi i nenës.
Mallkimi nenës është mallkimi Zotit. Po këto edhe na kjo pikpamje të keni çik frikë. Dijon që të mos arrin nena të mallkojë vlatin e vet për veprime të tilla të saj natyre që bën, se nuk bën hajër sa të jetë jeta, se kur ti nuk do atë që të ka lindur, të ka rritur, nuk do atë që të ka mbajtur në shpirt, gjakun tënd, domethënë, si mund të duash mua, si do të duash shoqërinë, si do të dosh vetë burrin tënd. Burrin e do edhe nuk të lidh do i ngjen nesër pas nesër e tjera me radhë, sa të lidh me nenën, me motrën e tjera me radhë. Kështu që në këtë aspekt kemi të bëjmë, domethënë, me një anë shumë të rëndë, dhe kjo anë e rëndë tani që të fashitet edhe të rregullohet problemi edhe i raportit të nenës me fëmijët e tjerë të vetë, po edhe me vetat të dhuratën, e cila mund të ketë defekte dhe ka defekte me sa dëgjojmë faktikisht neve. Nuk është problemi se e paragjykojmë ne atë, ne e gjykojmë atë, edhe kemi drejt ta gjykojmë, jo thjesht të dëgjojmë, domethënë, motrën tjetër apo motrën e Italisë, apo po dëgjojmë nenën vetë, ne shikojmë nenën dhe mbi të gjitha ne kemi plot indicje indirekte tek ajo, siç janë urdhrat e mbrojtjes e policia që vetë e tjera, pra kemi drejt ta gjykojmë. Dhe duke e gjykuar atë, neve u themi tani këtyre si familje që punën e parë që ju duhet bëni, ju keni zënë një avokat, po ai avokati duhet jetë pak më i shpejt në veprime. Çka do të thotë që avokati duhet të çeli dëshminë e trashëgimisë të ndjerit babait tuaj që ka vdekur edhe të bashortit të zonjës. Edhe mbasi të çeli dëshminë e trashëgimisë, ju duhet ta dini një herë që çau takon ligjërisht. Dhe ligjërisht tani, kur të çeni dëshminë e trashëgimisë, nga ajo shtëpia që ka lënë babai juaj edhe bashorti i saj, gjysma e asaj shtëpie është e nenës, gjysma. Pra, nuk i futet pjesëtimit gjysma se ka automatikisht nena. Tani gjysma e babait ndahet në 6 pjesë. 5 ju fëmijët edhe nena 6. Kështu që ajo dhurata ka vetëm 1/6 e gjysmës babait të asaj shtëpie. Jo të gjithë shtëpisë, të gjysmës babait. 1/6 ka ajo, 1/6 ke edhe ti, 1/6 keni të gjitha. Kurse për sa i përket tokës bujqësore, që është ndarë me 7501, atë e ka në mënyrë të barabartë të gjithë juve, domethënë që keni qenë atë kur është bërë, domethënë keni qenë antar të kooperativës bujqësore, u ka zënë atje, domethënë në atë. Dhe atë tokë, atë e keni bashkarisht juve. Por gjithmonë edhe pjesa e babait, se ka vdekur babai, tek pjesa e babait, sa i takon babait te toka, te pemtaria. Mund bëj pyetje avokat? Ja ta mbaroj. Sa i takon babait, domethënë, sa tokë ka babai atje, pjesë e babait, u ndahet 6-ve juve, 5 fëmijëve edhe nenës 6, se nuk është me babai. Të tërë merrin na kaq. Ajo tani, se çfarë letre u ka marrë, dhe kjo është fatkeqësi, bie fjala, unë nuk mund të pajtohem kurrë në kurrës me atë motrën tuaj që mund të jetë dhe në telefon tani. Po të jesh në Itali, një ndër vendet më të zhvilluara të botës. Një ndër 7 vendet më të zhvilluara të botës, me qa kulturë është e tjera me radhë, edhe të rish kaq vjetë, punosh e tjetosh atje, me italianë, e të qikosh si ata sillen me aktet e ndryshme, me një letër, me një thirrje që të bën gjykata, me një akt notarial që mund të bësh e tjera, dhe të vish të hedhësh firmën në Shqipëri, në të bardhë, do të thotë që kjo është mungesë e theksuar kulture. Edhe kjo nuk është normale fare, absolutisht. Sepse nuk e pret nga gjaku jot, nga motra, e cila nuk ka të drejtë prone sipas këtyre në atë banesë. Gjithsesi, le plag më mbrapa. Ti e di se si vinë emigrantët që duhet i mbarojnë ato, pak ditë duhet i mbarojnë gjitha punët. Nuk është mungesë korrektese, nuk është mungesë besimi, nuk është se nuk e dua motrën e vllain e të tjera. I dua, por gjithsesi do ta kontrollosh të dish çfarë veprimi, çfarë bëre, me qëllim që nesër pasë se siç i erdhi momenti tani, të kontrolloj çfarë firme kam hedhur. Megjithatë, nuk është qamet i madh për firmën që ka hedhur, sepse këtë akt që mund të keni hedhur firmën dhe çat keni bërë juve. Ju ka rrezik, keni bërë një akt te noteri, ajo e ka bërë te klubi fare, ja kanë marrë firmën atje, edhe noteri atje në aktin që ka bërë ka thënë pjesët e të gjithëve juve, qa keni në atë shpije, qa keni në pronat, jebni dhuratës. Dhe këte mund të keni shkruar atje juve. Dhe jo e merë tani, edhe e shfrytëzon atë. Thot që pasuria më takon e gjitha mua se ma kanë dhuruar këto dhe ja ku kam aktin unë, deklaratë ku kanë hedhur firmën. Dhe nga nga tjetra, ajo ka bërë dhe shtesin e kateve të shpisë dhe ka quar për legalizim. Ajo tani
Shtëpinë aty poshtë mund t'ua ketë marrë me këtë deklaratë notariale ju ka marrë firmën gjithëve juve se ka marrë pjesën e babait dhe të nenës, por nga ana tjetër atë që ka bërë vetë, to të kanë bërë vetë e ka çuar me emrin e vet atje dhe të burrit vet për të bërë legalizimin dhe e merr dhe atë dhe do ta marrë të gjithën. Avokati tani çfarë do bëj? Avokati menjëherë do bëj deklarimin e pavlefshëm të kësaj deklarate që keni bërë për klube të tjera dhe di vetë avokati si ta bëj që ta vlerësoj këtë. Një. E dyta pastaj me urdhrin e mbrojtjes që merret, unë e di. Domethënë unë nuk dua se jam njeri që e ruaj policinë e shtetit dhe dua policinë e shtetit se është një institucion nga më të rëndësishëm të shtetit dhe ka bërë përparime shumë. Po atje në Vorë nuk ka bërë përparime, për faqen e zezë atje në Vorë. Nuk është mirë atje në Vorë sepse kemi plot raste të tjera edhe çfarë them unë, është një rast për shembull unë mes qytetit. Ka ngritur një stall njeri atje me lop plot, e ka ngritur aty tek ku është thelbi i banorëve tjerë, edhe mu ja bëj lopët gjithë natën, e prishet qetësia atje, era bajgën atë gjithë anët dhe policia absolutisht nuk ndërhyn, ti thot po merri shtëpinë tënde që ke 200 metra larg. Pse ja futën në hund këtyre njerëzve? Jo, nuk ndërhyn policia, pra si lloj gjeje atje. Ti vraç, sepse ndërhyn vetëm për motive tjera, jo për këto gjëra. Edhe në rastin konkret, e lajmëron nëna, i thot ai se jam e dhunuar, kur ka urdhrin e mbrojtjes, ai menjëherë kur ke urdhrin e mbrojtjes, edhe të lajmëron që po më dhunon, edhe të lajmëron që më ka ardhur te dera e shtëpisë me mritet dera aty te porta, policia menjëherë merr, e ndalon edhe çon atje në burg dhe pastaj e nxjerr prokuroria, le ta nxjerrë, po polici këtë gjë bën, këtë detyrë ka. Kështu që nëna tani me urdhrin e mbrojtjes që ka, dion menjëherë nëse ngacmohet policinë dhe është detyruar policia që të veproj kundër saj. Ndryshimin e ligjit të dhunës që dhunuesi del në tani problemi e nxjerrë dhe nga ajo që ka gjykati. E nxjerrin e po pra, flasim pak për ligjin e ri avokat. Pikërisht. Domethënë tani është forcuar aq shumë sa s'ka ku të vejmë më. Nëse një pjesëtar i familjes kushdo qoftë, se më përpara mendonte gjykata, po mirë do të nxjerr, po ku do ta çoj? Tani nuk ku do ta çoj mendohet ti dhunuesi, ku do vesh. Do shkosh në djallë, mos dhuno. Dion edhe do t'i marrësh pasojat vet. Kështu që por aman, atje ka mundësi të eliminohet konflikti, pse? Sepse mund t'i bëhet një hyrje asaj shtëpie në tjetër drejtim, edhe mund të kufizohen që aty ku hyn nëna dhe ku ka katin e parë nëna të mos prekin njëri absolutisht as o borrin e asgjë, po hyn kjo edhe nuk futet njëri tjetër dhe ajo le të futet nga hyrja tjetër, le ta rregullohet kjo gjë, se ka plot arkitektë dhe ndërtues që e bëjnë një gjë të tillë dhe që ta eliminojnë këtë konflikt, sepse këtu në rastin konkret tani duhet thjesht dhe vetëm një ndërhyrje e fortë ligjore, gjyqësore të caktojnë kufijt tek thanat e mine dhe duke u caktuar kufijt, atëre ato shpirtërore në këta momentalisht e kanë shkatëruar. Vetëm për dhunimin e kësaj 75 vjeçare, por harrojmë edhe dhunimin dhe keq trajtimin që i bëhet një personi me aftësi të ndryshe si Gazmenti. Po e gjuna, domethënë ajo njëra ai ka drejtat specifike, ai ka drejtat të jashtëzakonshme se është me ligj, ai është me mbron një ligj tjetër një që mbron këta, jo që janë me probleme të tilla, domethënë paraplegjik, tetraplegjik, etj me raste detin mendor, ai ka një status të veçantë dhe statusi i tij është domethënë ai edhe po ta hedhin në gjyq këtë motrën e vet për dëm që i ka shkaktuar dhe dëm psikologjik, ai mund t'i marrë motrës vet, domethënë t'i marrë aq lek sa ajo të çesi shtëpinë që t'ia pagoj këtija. Megjithatë duhet themi se në qoftë se zonja Dhurata, në qoftë se marrim të mirë që çfarë është në këtë studio, i pas ka marrë në mënyrë të pafalshme në kushtet e mirëbesimit firmat gjithë pjesëtarëve të familjes, Dhurata mos harroj se firmën e Gazmentit nuk e ka marrë dot kurrë për shkak të aftësive ndryshe që ai ka. Ktu do ndaloj pas pak, por ka thëllëza një pyetje, ju lutem, sepse duhet dalë në hapësirë publicitare, po thëllës, se do dhe nëna flasi. T'ju drejtohesh avokatit, për të them për punë e policisë, policia e ka bërë punë edhe vetë për motra, nuk ashtu se policia i rreth nuk e le të hyjë në katën e parë. Po atë bën policia, nëse nuk e le të hyjë në katën e parë. Dhunuesi del nga shtëpia sot. Menjëherë kur ti nuk e le të hyjësh në katën e parë dhe ajo ka marrë urdhën mbrojtje, s'ka drejt t'i afrohet, jo mos ta lëri, dhe menjëherë arreston policia, e ndalon. E kupton që nuk e ka bërë punën dhe mos merr përsipër të mbrosh fare policinë. Po nëna. Nëna. Më thuaj. Aja motra që Dhurata, e në krajnë ja ka thyrë të idealit, të shof shkrajnë të, ka në vetë javë. Kujtë e ka thyrë? Gazmentit e ka thyrë? Ridhondre.
Dhëndri, ka thyer gazmentit. Pa televizor, me aftësi ndryshe ai. Me njerë avokati këtë gjë duhet bëj dhe një padi për shkaktim demi. Dem edhe fizik, që është mjekuar e shberë, po mbi të gjitha njerë dem dhimbje shpirtërore, psikologjike, e tjera që të rehabilitohet ai nga jo dhunë, e ka rehabilitimi shumë gjatë ai, edhe aq gjatë sa edhe gjukata t'jep shpërblim të rëndësishëm, i detyron ata të pagojnë dem të rëndësishëm moral edhe psikologjik. Rroj zotin, pa divana ka ne 6 muaj, ka marrë 500.000. Po mirë, po problemi është që ju nuk i bëni, ju nuk doni që të përfitoni nga ligji, se ligji është me ju, po juve tani duhet veproni edhe aq më shumë që e keni avokatin. Avokatit këto i thoni, di veta i si bet, pastaj padia, për shkaktim demi në këtë drejtim, edhe si detyrohet ajo dhurata me gjithë burrin e vetë, ta pagojnë mirë, edhe gazmendin, edhe tyja. Dalim në një hapësirë tjetër publicitare në pjesën e tretë dhe të fundit, flet psikologja Paula Kambera, pikërisht se si e ka njohur gazmenti, kush është gazmenti, por edhe të gjithë feedbackun që ai ka marrë tashmë traumën për shkak të dhunës barbare sipas dëshmive që është dhënë në studion e emisionit Me zemër të hapur dhe jo vetëm, duhet kuptojmë që me 22 tetor është pajisur dhe kjo zonjë 75 vjeçare, por edhe gazmenti 35 vjeçar me aftësi ndryshe me urdhër mbrojtje. Si duhet zbatohet urdhri mbrojtjes, këto dhe shumë detaje të tjera me njëherë mbas hapësirës publicitare. Miqtë e mirë, rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, dëgjojmë psikologen Paula Kambera, e cila ka pasur takime të gjata me gazmentin, apo jo? Dhe unë e di që jeni bërë dhe miq shumë të mirë ju me njëri tjetrin. Ishte një fat në fakt që të takoja gazmentin, sepse është vërtet një person shumë paqësor. Është shumë i dashur dhe arrin të shprehet qartë për dëshirat edhe ëndrat që ka. Madje më ka shprehur sepse kishte shumë dëshirë të hynte të shikonte studion, pasi ishte shumë i dhënë pas këtyre gjërave televizive. Gazmenti, me sa dëgjova edhe nga zonjat, është një person i cili ka prapambetje mendore, kushtëzuar kjo nga temperatura e lartë që ka kaluar në vegjëlinë e tij. Që do të thotë, për të gjitha dhunimet që janë kryer gazmenti dhe të gjitha ato episode dhune që ai ka kaluar, është një ligj, ligji numër 44, i cili e mbron gazmentin për shkak të statusit që ka në bazë të shëndetit të tij mendor. Sa i përket pastaj çështjes së zonjës, këtu kemi të bëjmë me 4 lloje abuzimesh. Është pikë së pari abuzim fizik, abuzim financiar, emocional dhe psikologjik, që janë kryer mbi zonjën dhe mbi gazmentin gjithashtu, me sa kam dëgjuar nga raportimet. Po. Është diçka e rëndësishme e vits, është edhe shprehje popullore që thotë pleqëria është si fëmia dhe jo më kot, sepse bazuar edhe në studime të shumta që janë bërë sa i përket moshës së tretë, është pikërisht si fëmia. Janë persona të cilat kërkojnë mbështetje, kërkojnë të ndihen të sigurt, kanë nevojë për shumë dashuri dhe për shumë afrimitet dhe gjendja që po përballet zonja tani nuk e ka të merituar as pak. Megjithatë, ti fole pikërisht për të gjitha traumat që janë shkaktuar tek zonja, por edhe tek gazmenti. Dhe gazmenti, më falë se unë harrova ta përmendja, është një person i cili pikërisht për shkak të gjendjes mendore ka nevojë për shumë qetësi, ka nevojë për ambiente të ndihet i sigurt dhe episodet e dhunës, të gjitha skenat që ai ka parë sigurisht kanë lënë trauma, që nëse për një person trauma është e rëndë, për gazmentin është 2 fish më e rëndë. A arriti të ti komunikonte të gjitha episodet? Dhe nëse për ëndrat e tij ai fliste shumë i qetë, shumë i lumtur që shpreh dhe në fytyrën e tij, për pjesën e dhunës pasaj ai arrinte të shpërfytyroj sepse donte që t'i tregonte me detaje dhe kjo e ndikonte gjendjen e tij emocionale. Ai gazment paqësor që ne njohim të gjithë dhe që duam ta kemi se na ndryshon ditën, shumë pranë vetes tonë. Ndryshonte në momente kur kujtonte episodet e dhunës të kryera mbi nënën e tij, mbi të vet nga motra e tij. Mirë, janë thënë disa akuza të drejtë për drejta në fakt për dhuratën e cila nuk ka telefonuar edhe pse vazhdimisht regjia më ka ndihmuar me numrin fiks të telefonit që bën të mundur telefonatën e dhuratës drejt për së drejti në këtë studio. Kam disa pyetje për dhuratën, përveç dhunës që nëna dhe gazmenti tregojnë se ajo e ka ushtruar barbar dhe janë pajisur me urdhër mbrojtje. A është e vërtetë dhurata apo ti bëj këtë pyetje se duhet më përgjigjesh dhe i di që po më ndjek drejt për së drejti nga ekrani. A është e vërtetë që ke lënë dritat dhe ujin pa paguar vitet që ke banuar në katin e parë së bashku me nënën dhe nëna sot po i paguan nga pensioni i saj pleqërisë, ndërkohë që vite më parë, para 2 vitesh, ti ke marrë edhe pensionin e gazmentit, me aftësi ndryshe edhe pensionin e nënës dhe i ke shpërdoruar të gjitha parat që ata merrnin duke i lënë përsipër edhe detyrime të pashlyera të dritave dhe korrenteve. Kur
pretendon se je një pronare tokës. Atëherë, pse tatimin e tokës e paguan nëna jote dhe sot, këto dhe shumë pyetje të tjera ja drejtoj dhuratës dhe familjes së dhuratës. Ndërkohë që kam Violetën drejt për së drejti nga Italia, ma konfirmon regjia. Violet, kush është thirrja jote e fundit për dhuratën sot? Një apel drejtuar motrës tënde, po. Që të lërë të qetë, si nënën dhe vlajnë, që unë të vi lirëshëm të nëna, takoj nënën, këta, të i kërkoj. Faleminderit Violet, atëherë edhe një herë për dhuratën, lëri vajzat të takojnë nënën. Nëna mund të mos jetë në ditët në vijim, prandaj këto vajza jetojnë jashtë kufijve të Shqipërisë, duhet të kthehen atë dhe duhet të takojnë nënën e tyre. Lëri të qeta. Faleminderit Violet. Përpara se të falenderoj thellëza se do ta mbyll me thirrjen e nënës. Ti vetë çfarë do t'i thoje motrës tënde? Unë i them motrës teme, ti trajtoj, aje nuk fol fare. Po jo kështu me nonën dhe me vlajnë. Jo kështu? Është gjunaf shumë i madhë që kalon në shkallë në tokën e vlajt dhe nuk komuniko as i dite, si i e vla. Unë e kam qitë pesh, motra ime të vejte, të bashim të dyje, të shkoshim kë spitali, jo të vej kë spitali to do të varë për lape. Si jam le psikolog, doktoro që... Stop skenave të tilla. Mjaft dhurata. Çfarë do t'i thoje dhuratës? Dhuratës, fol me nënë ka 8 vjetë, që e ka majtë nënë 8 vjetë të punu, në bache, që kam zblerë në tokë, mos ta shqetësojmë ka të parë. 3 milion. Në strojësishtoj, së të shti s'ka i jabë, ka policijem, ka shti me jena. Për njësë sa herë ka shtu drynën e jasë, të thonë e limaldi. Ka kopje të qelë të parë. Fëmija ka frikë, qa, gjithë notën, marrë këtë për notë. Pra ti drejtues fëmis tjetër të të lërë rehat ty edhe gazmentin. Mos ushtroj dhunë të mos lërë rrugëve. Dhe të do dhamë të poshën ka të pare, e qafë minje të të në therë, të se ka pru blaj thikë në therë, është policia, dhe policia në borë, të në i në marikë. Nuk vje gocëve, a i burë motrës, e kuptoj. Mirë, unë shpresoj që dhuratat në ketë ndjekur. Të reagoj, të paktën me sjelljen e saj dhe më pas le t'i japi përgjigje të gjithë pyetjeve që unë së bashku me specialistët ngrita ditën e sotme për dhuratën. Unë shpresoj që ajo të komunikojë dhe të jetë pjesë e emisionit tonë në ditët në vazhdim. Si sha motrët, Leona më ka lënë burrit të të voglin. Sha dhe tha pse foli thëshë në Sidan. Mirë, unë shpresoj që ajo të reflektojnë bas këtij emisioni duke falenderuar specialistët e kësaj studio të ftuarit, por njëkohësisht edhe teleshikuesit. Faleminderit që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24 dhe jo vetëm në live stream Balkan Web në Radio News 24. Ju keni dërguar mesazhet dhe opinionet tuaja në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram. Jepni mendimet dhe opinionet tuaja në lidhje me temën e ditës. Njëkohësisht aty gjeni të gjitha mënyrat e kontaktit për denoncuar rastet tuaja, historitë tuaja, problemet tuaja, për t'i bërë pjesë të studios emisionit tonë dhe më pas për të marrë mendimin e specialistëve tanë. Ndërkohë, falenderoj nga zemra Agjencinë e Lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare online dhe print, Panorama online për pasurimin që i bëjnë emisionit tonë ditë pas dite. Të gjithë ju miq që nuk na ndiqni dot në këtë fashë orari, e keni dhe një tjetër opsion, atë të kanalit tonë zyrtar në YouTube, News 24 Albania. Klikoni tek emisioni me zemër të hapur dhe aty gjeni të përditësuar çdo puntat të këtij emisioni. Bashkë ndajemi këtu, të nderuar miq, duke ju uruar një fundjavë sa më të këndshme, pa strese, pa probleme. Ruajini veten, ndërkohë që janë edhe 2 festa të shënuara, ajo e flamurit dhe festa e çlirimit. Gjithmonë duke mbajtur distancën, por me mënyrën e duhur për të festuar. Bashkë takohemi javën që vjen.